Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Nuk është hera e parë, Jozi ka qenë i burgosur edhe më parë. Këngëtari i njohur Labinot Rexha ka reaguar pasi Josef Marku goditi me shuplak gjestin. Në emisionin ku ishte i ftuar, ai tha se Jozi ka qenë i burgosur në Zvicër, ndërkaq her pas here ka qenë agresiv, ka talent shumë të madh, këndon bukur, por derisa ishte në Zvicër ka qenë në burg mbi 3 vite dhe njihet si një djalë i dhunshëm. Ndërkaq në Instagram Labinoti ka shkruar: "Më vjen shumë keq për familjen e gjestit. Josef Marku, haram të qoftë buka ime dhe e gjithë shqiptarëve të Kosovës që të kanë mbajt me bukë dhe banim derisa ishe në Zvicër. Humbe karrierën që po filloje ta krijoje."